Tregu i mjeteve elektrike në vend duket se po njeh një zërim të dukshëm kohët e fundit. Të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor tregojnë se vetëm gjatë periudhës janar-shkurt 2026 janë regjistruar për herë të parë 1712 automjete plotësisht elektrike. Kjo gjë duket se po reflekton për një orientim gjithnjë e më të qartë të qytetarëve drejt alternativave më të qëndrueshme të transportit. Krahasuar me të njëjtën periudhë, një vit më parë, kjo shifër përfaqësonte një rritje të ndeshme prej 151%, duke konfirmuar një trend në përshpejtim të adoptimit të teknologjive të pastra në sektorin e transportit rrugor. Ky zhvillim lidhet ngushtë me rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe institucional për përfitimet që sjellin mjetet elektrike, ulja e ndotjes së ajrit, reduktimi i emetimeve të karbonit, si dhe kostot më të ulëta të mirëmbajtjes. Janë ndër faktorët më kryesorë që po nxisin këtë ndryshim. Ekspertët e konsiderojnë shtimin e flotës green si një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të sistemit të transportit në vend. Ky progres vlerësohet të jetë në përputhje me objektivat mjedisore dhe politikat e zhvillimit të qëndrueshëm, duke afruar vendin me standardet europiane për një ekonomi më të gjelbërt.